Unë po ja filloj të pjesa e dytë, jam shumë I lumtur që erdhi dita që Kastrati ta ketë kishën e saj tre. Kjo është një ditë e madhe, festët. Kjo është një nderim I madh ndaj Zotit, por nderim ndaj parëve tonë, emrit të madh të Kastratit. Dhe unë jam shumë I lumtur dhe uroj këtë familjen e Bajtës, këtë maqësinë e madhe për këtë vepër që ta gëzojnë për brez mos brezit. Tek Shuma ka një angazhim mallor I gjithë komunitetit Kastratas në Amerikë. Kjo në Michigan, në New York, në Boston, në Toronto dhe në shtete tjera. Kanë qenë rreth 300 donatorë. Shuma ka qenë mbi 200.000 dollar. Jam I bindur se kjo shumë nuk ka qenë mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzimet e rindërtimit të kishës brenda dhe jashtë, por jam dini që edhe provinca e Shkodrës ka ndihmuar me fonde dhe fonde tjera dhe erdhi të ditë që ne ta gëzojmë gjithë bashkë.